ndryshëm, i nderuar drejtor i Gjimnazit Loyola, Zotri Blerand Koshi. I nderuar zëvendës drejtor, Zotri Edis Galushi. Të nderuar e shumë të respektuar staf akademik i Loyola Gjimnazit. Të dashur nxënës, mirë se keni ardhur në programin ton kultur-artistik në shënimin e festës ton kombëtare, ditës së madhe të flamurit, 28 nëntori. Një 113 vite më parë, në motin e 1912-ës, në datën 28, Ismail Bevlora dhe populli shqiptar shpallën pavarësinë e Republikës së Shqipërisë. Qëllimi u arrit, shteti shqiptar u krijua. Dëshmorët e kësaj toke filluan të prehen lirshëm në varret e tyre e ne mbi këtë tokë filluam rrugën drejt një bashkimi kombëtar. Nëntori i lavdishëm është pasaporta më e madhe një shqiptari, ku krejt në fund të kësaj pasaporte gjendet emri shqiptar, i shkruar tërësisht në shkronja shqipe. Të dashur motra e vëllezër shqiptar, Iliria është toka jonë, Dardania është gjaku ynë, Kosova dhe Shqipëria janë zemra jonë e përbashkët. Kam nderin të ftoj drejtorin e Gjimnazit Loyola për një fjalë rasti, Zotri Blerand Koshi. Të dashur kolegë, të dashur nxënës. Sot jemi mbledhur për të nderuar një ditë që nuk është vetëm festë, por është kujtesë, është reflektim, është nderim për ata që dhanë gjithçka, që sakrifikuan më shumë se sa mund të përftyrojë një njeri që ka lindur dhe është rritur në paqe. Vetëm në luftën e Kosovës kanë humbur jetën me mijëra njerëz. Burra, gra, mi, të cilët sot nuk janë mes nesh që të festojnë, sepse ata ishin çmimi i lirisë sot. Ata nuk kërkuan monumente, as lavdi, vetëm kërkuan që ne, brezat e lirë, të jetojmë më mirë, të jemi më të bashkuar, më të ndërgjetshëm, më të drejtë. Unë jam pjesë e një gjenerate të re, sikurse edhe ju. E nuk është e lehtë të flasësh për luftë, për sakrifica, për liri, sidomos kur shumica prej nesh nuk e kemi përjetuar. Por përveç faktit se nuk e kemi përjetuar, kemi përgjegjësinë edhe më të madhe ta kujtojmë, sepse historia përsëritet. Armiku ndryshon forma, por qëllimi mbetet. Dhe vetëm një popull që e njeh historinë e vet, e ruan lirinë e vet. Prandaj kur flasim për liri, duhet ta kuptojmë edhe përgjegjësinë që vjen me të. Në shkollë kemi vendosur kamerë, shtesë, kontroll, por në fakt nuk do duhej të kish asnjë kamerë. Sepse nëse punojmë bashkë, nëse duam të mirën e vendit dhe të njëri tjetrit, siguria vjen prej sjelljes sonë, prej kulturës sonë, prej karakterit tonë. Në ardhmja e këtij vendi nuk ndërtohet me kamera e me kontroll, por me besë, me fjalën dhe përgjegjësinë që i kanë bërë shqiptar gjallë ndërshek. Dhe pikërisht tu dua ndalë. Çfarë pres për ju sot? Jo për mua, jo për shkollë, as për familjet tuaja e as për vetë, por për vendin. Me madon besën që do të mësoni më shumë, që do të punoni më shumë, që do të jeni gjenerata që nuk i ikë përgjegjësisë, por e mbon atë,
që nderon sakrificën e atyre që dhanë jetën, jo me fjalë, por me vepra. Urime dita e krenarisë sotëtore, urime 20 vjetëtore. Alpulena, prapmor prita, dal sultano, ose derdita, sindërteu, o premajes malin, si rupeja, o premajes sindërteu, o jallani vesh, o të zura, o në alpulen,
për emocionet që na dhuruan, për tingujt që na prekën zemrën dhe na mbushën sallën me një frymë të pastër atë dhe dashurie. Ky është vetëm fillimi i programit, pasi që tani do të vazhdoj me pikat tjera kryesore programore. Në vazhdim do të ndiqni këngët Të falemi u dhe vajzat e fshatit tim, këndojnë kori vajzave të shkollës së mesme të lartë. Më pastaj, grupi vallëzimit do të paraqes një koreografi të kolazhit verior, ku do të hasim elementet tona të bukura shqiptare, traditën që rën ndërbreza dhe hijeshin e vallëve tona që flasin pa fjalë. Po ashtu, një recital për ty Shqipëri, që do të na sjell fjalë të ngrohta e të fuqishme, ashtu si gjita që po e shënojmë sot.
o vatra ime, flak e zemrës, dritë e synit, ti më rrite me mall e shpres, me këngën e zogut të pyllit. Sa herë mbyll syt e lodhur, ti më del si një vegim, me malet, fushat, detet, me zjarrin e shpirtit tim. Shqipëri, nëna ime, të dua me gjithë zemër, ti më fole, më përgdhele, me zë të but e të ëmbël. Në çdo shteg e në çdo lule, ty të shoh e ty të ndjej, edhe kur jam larg prej teje, zemra s'më ndohet nga ty. O më Shqipëri e mjera Shqipëri, kush t'ka qit me kryen hi, ti ke pas ken një zonjë e ranë, burrat e dheut thirrshinon, ti që rrite bit e tutrima, që përbes tu trembën kur. Shumë heran për ty luftuan, me zemër e me shpirt të vrar, krahët e tu i mbajtën hapur, që flamuri të mos vjer kur. Lulëzo o Shqipëri, si pranvera pas uhis, ngrihu me shtat dritat e zemrës, ngrihu me lule kushtrin. Flamuri kush me shkap të zezë, tina je shenje trimërie, në dorë tonë për jetë ke mbet, për jetë e matë do t'rish i lirë. Ti, flamuri dashuris, që na qelë dritën në sy, kur valon ti në erë, në ndrit zemër e fytyrë. Qahu, më Shqipëri, qahu, drita jote bën dritë botën, zërit i lasht e fisnik, gjallë shpresën, gjakun e motmotit. Nuk je e vogël, as e humbur, se ty të rriti historia, në çdo gur të tokës sate, fluturon e gjallë liria. Zgjohu në nga gjumë i rënd, shiko bitet tu si rinë, për të ngritur, për të gati me shpirt e flin. Kohët vine, kohët shkojnë, por ti mbetesh si fener, ti na ndrit si zjarri pashuar, ti na rrit me besën der. Prej teje më vjen fryma, prej teje kam dhe emrin, për ty mundohem natë e ditë, për ty rindesur zemra, në zemrën e çdo shqiptari. Ti je mbretëresha e pavdekshme, sa të ketë dritë kjo botë, do të ketë Shqipëri të vetme. Prej liri e frymëzuar, këndon zemra e shqiptarve, Roft flamuri, roft adeu, roft Shqipëria e Skënderbeut. Wow, 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 qëfar atmosfere, qëfar entuziazmi dhe qëfar performancash. Faleminderit në çdo moment për trashëgimit tuaja, sepse ju publik i dashur jeni ata që na frymëzoni për të vazhduar tutjen. Ftoj profesorin e nderuar Edis Galushin, njëherësh edhe zëvendës drejtorin e gjimnazit Loyola, që të bëjmë ndarjen e çmimeve të shpallura nga konkursi letrar ISS, organizuar nga Aktivi Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. Fest, fest! O Samir Mukon! O Samir! Dop. O Samir Mukon! Qëve, unë erdha këtu me shpërby punën e disa nxënësve. Okej, e heqëm entuziazmin, tash pak fokusohemi. Aktivi Gjuhës Shqipe për me theksu rëndësinë e gjuhës, shkrimit edhe vlerës së gjuhës Shqipe, kanë organizuar një garë të shkrimit edhe këtu i kemi persona që në fakt kanë fitu. Po para se me shku te ndarja e çmimeve,
unë po du me I falenderu gjithë vullnetarë që e kanë kriju një program goxha të mirë, kështu që një duar trokitje e madhe për krejt vullnetarë sot. Përveç asaj, janë edhe njerëzit që merren me mirëmbajtjen e këtij vendi ku jemi sot, që krejt stafi mirëmbajtjes, faleminderit! Persona që ndoshta mas shumë ti pëzdisin që do të sprovon mikrofonin o ma pak, tekniku, Leonardi, Genti, edhe gjithë stafi vullnetari teknik, Ecel Shria Vitor, profesoresha Blondine, cila në të të profesoresha e cila e përfaqëson në fakt punën e këtyre nxënësve këtu që do e shpërbejmë, që përfaqëson edhe një kohë departamentin e gjuhës shqipe në shkollën tonë, profesoresha Majlinda Haxhani. Shkollën e nxënësve tonë. Po vazhdojmë me çmimet, edhe